Ditën e djeshme, në shtëpinë më të famshme, 4 personazhet kanë folur për njëri tjetrin, secili me radhë dhe të argumentonte sepse bashkëfinalisti tjetër nuk duhej që të fitojë këtë edicion të reality show-t. I pari që mori fjalën ishte Gjesti, i cili për Laertin tha: "Ka përdorur shumë karta prekse, të cilat janë patriotizmi, i ka shfrytzuar për lojë. Laerti është i respektuar, po sa ka bërë këtu respekt ndaj të tjerëve nuk është aq. E ka përdorur dhe për këtë ka dalë mirë në publik, mendimi im. 2 karta shumë të rëndësishme, është munduar të tregohet shumë burr i sjellshëm. Laerti ka patur lojë me Valbonën, se ka dashur kurrë dhe u pa. Edhe tjetra se është munduar të tregohet shumë i ditur, ju ka dukur vetja në ajër. I ditur je, por aq shumë sa me ul një tjetër kënd nuk është mirë. Nuk ka bërë lojë për mendimin tim, nuk ka qenë vetvetja." Ndërkohë për Rozanën u shpreh: "Rozana i ka mbajtur krejt njerëzit afër, bënte sikur i ka shoqë dhe në fund ua ka futur. I ka mbajtur për interes, jo sikur i ka interesuar. Për këtë nuk e meriton fitoren. Edhe kjo i ka përdorur do karta, si për shembull atë të femrave. S'më ka pëlqyer kurrë. Edhe informacionet nga jashtë ka patur për Laertin për Gertën, plot ka patur. Mendimi im është që një lojtar që është i fortë luan brenda në lojë dhe nuk del jashtë. Ka qenë gjithkohës dyshëm me Laertin dhe Laerti me të. Edhe lojën fallës që ka patur, sa herë janë zënë fallës asgjë s'ka pasur mes tyre." Kur erdhi radha për Eglin, Gjesti tha: "Egli pse nuk e meriton fitoren? Shkurt, shqip. Egli nuk e ka ditur lojët, nuk e ka ditur çfarë është ky spektakël. Ka qenë vetja, e vërteta dhe lojë nuk ka bërë. Reagimet i ka patur të momentit, dhe për këtë Egli nuk e meriton fitoren. Nuk ka luajtur me të tjerët. Egli nuk ka qenë nga ata që është çuar nga gjumi për të debatuar me të tjerët për të dalë në prime. Egli ka qenë gjithmonë e vërteta."